Cilat janë meritat kryesore të Rrugovës sipas jush? Edhe të metat kryesore ti? Meritat e tij janë që Kosovën në qatë periudhë, pa mekanizma, pa lek, pa armë, pa media, e ka qunë Këshilli i Sigurimit si temë, agjendë. Domethënë mos harrojmë që në një intervistë në CNN, gazetari ja ka nisë me fol me Rrugovën në një intervistë që është lobu për më mbajt me pyetjen. Could you explain the current situation in Lebanon? Pyetja ka qenë, a mundesh ta shpjegosh situatën aktuale në Lebanon? Liban. Pra, gazetari ka përzi Albanian dhe Liban. Pra, dhe ku mbet Kosova, që i bjen se si situatë, si internacionalizim Kosova ka qenë shumë rrallë. Kjo është merita kryesore. Rrugova ka qunë Këshilli i Sigurimit. Meritjet Më ramar prej kohët jetës, për një shuplak dhonut, një policit për 2 orë kam bërë informata në Këshill të Sigurimit. Dhe kjo është bo në sajt 5.000 njerëzve bërëntarë. Jo Ibrahim Rrugova si individ, por krejt këta kanë qenë produkt i filozofisë dhe politikës tina. Kjo është një. E dyta, e ka rujt qenjën njerëzore, që është shumë e rëndësishme. Dhe e treta është orientimi përperëndimor dhe amaneti babgjyshit tonë dhe 4 gjyshit tonë, flota e 6.